Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Takohemi ditën e sotme me energjinë më të madhe për punë, me pozitivitetin dhe me dashurinë për t'ju takuar dhe për të folur në fakt për personazhet që ju i keni në zemër dhe që i dashuroni pafund. Do flas për Mateo Borin. Mateo Bori, një nga personazhet më të dashur të publikut shqiptar, natën e mbrëmshme na ka dhënë një afrimitet të bukur dhe na ka ndarë një moment fantastik nga përditshmëria dhe jeta e tij. Unë i dua në fakt personazhet të cilët janë mirënjohës, i dua personazhet të cilët janë falendërues, i dua personazhet të cilët dinë të dhurojnë energji të mirë, dinë të dhurojnë dashuri dhe Mateo këtë sekretin brenda vetes së tij e ka. Do të thënë pa marr parasysh sa klikime, pa marr parasysh sa followers, pa marr parasysh sa dashuri ka, Mateo Bori di të dhuroj energji të mirë dhe di të dhuroj pozitivitet. Natën e mbrëmshme në grupin e hapur në Instagram, do ta them një faqe ku Mateo ndan të gjitha momentet e tij, ku Mateo ndan të gjitha sekretet e bukura, Mateo ka hedhur një fotografi në shenjë falënderimi të një bukete me lule që fansat ja kishin dhuruar. Tani shumica mund të më thonë o Tiron, po ky Mateo pse e bën këtë gjë, do të thënë cili është qëllimi i tij? Nuk ka asnjë qëllim, por është mirënjohës për njerëzit të cilët e duan, kështu e shoh unë, është falendërues për njerëzit të cilët e duan dhe është i dashur tek njerëzit të cilët e duan. Dhe kjo është arma dhe dhurata më e bukur që Mateo Bori e ka brenda vetes dhe unë për këtë arsye dua dhe duar trokas Mateon. Mateo siç duket ka gjetur një energji shumë të mirë, ka gjetur pozitivitet brenda vetes dhe di t'i dhuroj shumë bukur publikut shqiptar atë se çfarë publiku e do. Tani, e dini cilët janë ato personazhet që kanë një lloj raporti dhe kanë një lloj marrëdhënie më të madhe me publikun? Janë ato personazh të cilët kanë sjelljen më të afërt dhe kanë atë komoditetin e vetes së tyre, jo me koklartësi, por me thjeshtësi dhe janë te publiku. Dhe kështu Mateo po tregohet. Mateo ka treguar një njerëz shumë të thjeshtë, Mateo ka treguar një djalë me këmbë në tokë dhe nuk është se sillet sikur un jam Mateo dhe jam shumë i famshëm, por sillet si një djalë i cili ka qëllime, ka ëndra, ka vizione për të ardhur bukur te publiku. Dhe mua më pëlqen që Mateo e respekton famën që ka marrur thjesht si një emër dhe nuk e respekton për koklartësi, sepse jemi mësuar nga personazhet publik, të cilët në përditshmërinë e tyre, në jetën e tyre, ato din vetëm të jenë koklartë dhe nuk din të bëjnë për vete publikun. Do të thënë janë larg publikut. Zakonisht njerëzit të cilët kanë komunikimin me publikun e përdorin drytaren e tyre të Instagramit për të qenë pranë publikut, janë më të dashur dhe unë mendoj që këto mirënjohje që Mateo tregon tek publiku shqiptar dhe jep tek publiku shqiptar e bëjnë Mateon që të jetë i veçantë dhe të jetë kaq i dashur. Do të thënë Mateo ka ndarë një lloj falënderimi për të gjithë fansat dhe ndjekësit e tij, të cilët janë çdo ditë pranë Mateos.